pa diskutim anullimi i një projekti kriminal që u trumbetua me nota ullëritse dhe si shqitje e të vetmit ishull të Shqipërisë, si falje i një toke publike në zonë të mbrojtur, si shqelmim brutalit drejtës pronës, do më dukej më e pakta gjë që duhet ndodhte. E kam vënë veten vimësisht, sepse ma kam mësuar kjo punë që të futem në këpucët e tjetrit, në anën ati grupi njerëzish që në mes të asaj turme prurjesh dhe interesash të sojshme, i ka quar pasioni sinqert për zogjt, dashuria për natyrën e virgjër, ideja e një Shqipërie ideale të paprekur dhe të paprekshme. Këto burimet e energjisë ambientaliste, bashkuar me ndjesinë e hidhur të dhunimit, nga arroganca e atyre që një pushtet sa do të vogël e ushtrojnë duke shpërfillur hallet dhe interesat e njerëzve, janë më shumë se sa të mjaftueshme për të dalë në rrugë. Por e vërteta është se dallimi mes meje dhe kujdo në atë bashkësi protestuesish që i përket kësaj kategorie nuk është si duket nga bulevardi. Përkundrazi, edhe unë mendoj njësoj për hiret e natyrës shqiptare, për rëndësinë e mjedisit, për jetën e banorëve të tokës, brisësinë e mjedisit për ballvendimeve të njerëzve me pushtet. Dhe jo thjesht mendoj njësoj, po qyshse kam shkelur në zyrën e parë të shtetit, si Ministër Kulture dhe deri më sot, kam bërë gjithnjë sa kam mundur kundër pislëkut dhe për pastërtinë. Shumë prej atyre që janë bulevard apo që i mbështesin nga rrjetet sociale janë shumë të rinj për ta kurtuar Tiranën e 25 vjetëve më parë, kur me Partinë Socialiste morën drejtimin e një kryeqyteti që kishte më shumë pemë të prera se sa pemë të mbjella. U them atyre sot se 90% e pemëve që shohin në rrugët e Tiranës, nga Buzët e Lanës, në Laprak, nga Kino Studio në Kombinat, e rrotull Unazës vjetër e kështu me radhë, i kemi mbjellë së bashku me disa tjerë që janë këtu, në kohën kur si kryetar bashkie unë dola nga zyra duke lënë mbrapa 55.000 rrënjë, pemësh dhe shkuresh dekorative të mbjella në qytetin tonë. Shumë prej atyre pemëve shtatlarta kanë qenë fidan të mbjellë me sherr, pasi duheshin shkullur kioska, shëmbur ndërtime, zgjeruar trotuare dhe unifikuar katet e para të pallateve që ishin dyqane.